Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov. Gjatë të enjtës, zyrtarisht ka filluar fushata zgjedhore për zgjedhjet e 7 qershorit. Janë gjithsej 21 subjekte politike e 902 kandidat për deputet, të cilët janë bërë pjesë e kësaj gare elektorale. Ka nisur zyrtarisht këtë të enjtë fushata zgjedhore për zgjedhje të parakohshme parlamentare në Kosovë, e cila do të zgjasë deri me 7 qershor në 6:59 minuta, ndërsa qendrat e votimit do të hapen në orën 7. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të miratuar në vitin 2023, fushata zgjedhore përfundon me hapjen e qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve, dhe kjo nënkupton se edhe këtë herë nuk do të ketë heshtje zgjedhore një ditë para votimit. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë proces, janë certifikuar 21 subjekte politike me gjithsej 902 kandidat për deputet, të cilët do të garojnë për ulse në Kuvendin e Kosovës. Subjektet politike tashmë kanë nisur aktivitetet dhe tubimet elektorale në qytete të ndryshme të vendit, por edhe jashtë Kosovës, ndonse KQZ ka përcaktuar se sot është dita zyrtare e fillimit të fushatës. Sipas KQZ-s, kohëzgjatja fushatës do të jetë 10 ditë shtator, ndërsa buxheti i planifikuar dhe i miratuar për organizimin e zgjedhjeve arrin në mbi 10.8 milion euro. Zgjedhjet e reja parlamentare në Kosovë erdhen pas krizës institucionale të krijuar nga dështimi për zgjedhjen e presidentit brenda afatit kushtetues, duke dërguar vendin në një cikël të ri elektoral. KQZ gjithashtu ka sqaruar se trajtimi i ankesave për shkelje eventuale gjatë fushatës nuk është kompetencë saj, por e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Megjithatë, KQZ do të ketë rol monitorues gjatë gjithë periudhës së fushatës përmes monitoruesve të angazhuar në të gjitha komunat e Kosovës. Kujtojmë se partitë politike në Kosovë nga sot e deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Kjo javë është karakterizuar edhe me shënimin e festës së Kurban Bajramit. Manifestimi qendror për besimtarët islam u mbajt në xhaminë e Hadumagës, ku mes lutjesh dhe dedikimesh, të gjithë bashkë uruan për më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit. Shumë besimtarë lodhen në orët e para të mëngjesit për të falur namazin e Kurban Bajramit në xhaminë e Hadumagës në Gjakov. E imami kësaj xhamie në mesazhin e tij për këtë ditë të bekuar, përcolli urime dhe bekime për të gjithë besimtarët. Spori urojmë gjithë besimtarët Kurban Bajramin, për shëmbutë inshallah presin me gëzime, me mirësi, me të mirat që Zoti ka dhënë për secilin njeri, inshallah duke filluar nga shëndeti, nga varësia familjare, haja, pija, vizitat. I madhe Zot, inshallah gjithë ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë për ndihmën e tjetrit. Për fund, imami përveç urimit e pati edhe një lutje. Duhet të jemi afër njëri tjetrit për çdo rast, por edhe në këtë ditë urime të gjithëve i koftë mbara dhe i priftë mbara në jetë. Në orën 5:40 u bë falja e namazit të Kurban Bajramit, e që i parapriu falja e namazit të sabat, ku besimtarët u bashkuan në lutje dhe falënderim. Stacioni i autobusëve në Gjakov së shpejti do të merr një pamje krejtësisht tjetër. Kjo pasi prej kohësh janë duke u zhvilluar punimet në rregullimin e hapësirave të objektit. Drejtori Agron Hoxha, duke folur për ecurinë e punimeve, tha se gjithë procedura po shkon sipas planifikimeve. Punimet për renovimin e objektit të stacionit të autobusëve në Gjakov po vazhdojnë me dinamikën e paraparë. Sipas drejtorit Agron Hoxha, vendi ka filluar ta marrë pamjen që e meriton. Ka vjen një pamje e mirë ashtu që e ka merituar edhe stacioni po edhe qyteti jonë i Gjakovës, se stacioni është tipik pe krejt botë vinë, gjinga mas pari të stacionit autobusat atë orientohen në qytet, është kanë ndryshuar një pamje e mirë, besoj që ka vjen edhe shihet edhe vetë puna që ka vazhdon të ju bën, besoj që ka ndodhur një sand i mirë për Gjakovën.
Hoxha tutje tregon detaje rreth punimeve që aktualisht po kryhen aty. Për momentin ka filluar gjitha fazat që kanë pas janë ndyrë, dritare, është izolimi, janë të ushtruar gjitha dyshëmet, vetëm me pat sallën poshtë është gati në përfundim më sipër, edhe izolimi i objektit ja ka nisë do pjesë të vazhdu, po është plani dinamik është 6 muaj. Kemi filluar ka fillimi i marsit edhe është 6 muaj. Nga aty u tha se të gjitha punimet po zhvillohen bazuar në planin dinamik dhe se të njëjtat kanë qenë shumë të nevojshme për të gjithë pasagerët që marrin shërbime aty, si dhe për stafin që operon në këtë institucion. Mbështetja prej 100 eurosh për sektorin jo publik po vlerësohet e mirëpritur nga Aleanca Kosovare e Biznesit, por e pamjaftueshme për situatën në të cilën ndodhet ky sektor. Nga kjo aleancë bëjnë të ditur se punëtorët e sektorit jo publik nuk u trajtuan në mënyrë të barabartë me sektorin publik. Ndonë se fillimisht e mirëpritur, por nëse bëhet krahasimi vlerësohet e pa barabartë. Mbështetja njëhershme prej 100 eurosh për sektorin jo publik, sepse qeveria përpunonjësit që paguhen nga buxheti i shtetit ka ndar pagën e 13, çka nuk është bërë edhe për punonjësit e sektorit privat. Kështu shpreh në një prononcim për mediumin ton Argjend Fetahu, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për rrafshin e Dukaxhinit. Ne si Aleancë e Bizneseve për rrafshin e Dukaxhinit, unë si kryetar, në intervistën e fundit po dhonë për mediumin e juaj të Vësyri, e ku mirëprit këtë vendim të qeverisë. Mirë po, nëse kthejmë tash, e bëjmë krahasim mes sektorit publik dhe privat, ne shohim si të pa barabartë mes fuqisë punëtorë të sektorit publik dhe atij privat. Sepse në sektorin publik, 90.000 punëtorë janë do 70.000 euro, ku paga mesatare i krah 780 euro domon për pagën e 13, 780 euro. Ndërsa janë 330.000 punonjës të sektorit privat, të cilët tash do nga 100 euro. Dhe këtu shohim një pabarazi ndërmjet punëtorëve të sektorit publik dhe atij privat. Tutje Fetahu i ka bërë thirrje qeverisë që t'i marrin parasysh këto kërkesa, nga se sektori privat është promotori i zhvillimit ekonomik të shtetit. Si Aleancë e Bizneseve bëjmë thirrje nga qeveria e Kosovës që të merr masa dhe të ketë parasysh këto tema që janë shumë rëndësishme sepse sektori privat është gjithmonë promotori i zhvillimit ekonomik të vendit. Janë po të njëjtë punëtorë të cilët e zhvillojnë vendin, janë taksa pagues, paguajnë të vëshojnë bizneset, kontributet gjitha, janë vlerës votues si që kena potenciuar në intervistat e kaluara. Dhe thirrja jonë si Aleancë e Bizneseve, konkretisht zyra rrafshit Dukaxhinit, bëjmë thirrje qeverisë që të rishqetëson në këto që sektorin privat, sidomos punonësit e sektorit privat, t'i ketë parasysh të jetë shumë, sepse në të kundërtën kemi edhe ikje shumë nga fuqia punëtore nga sektori privat. Sipas Fetahut, pa një mbështetje konkrete dhe të barabartë për sektorin privat, do të jetë vështirë të ruhet stabiliteti ekonomik dhe fuqia punëtore në vend. Afati i pari provimit do të mbahet më 20 qershor 2026, ndërsa afati i dytë më 29 gusht 2026. Krahas testit të maturës, përgatitjet kanë filluar edhe për mbajtjen e testit të arritshmërisë, i cili këto vit mbahet më 26 qershor. Pas përfundimit të vitit shkollor dhe mbrëmjeve të maturës, maturantët në nivel vendi po bën gati për testin e maturës shtetërore. Ministri i Arsimit veç se ka bërë të ditur edhe datat e 2 afateve të provimit. Testimi i maturantëve në nivel vendi për afatin e parë do të bëhet me 20 qershor 2026, ndërsa për nxënësit që nuk kalojnë ose nuk mund t'i nënshtrohen këtij afati, Ministri i Arsimit si çdo vit edhe këtë herë do të mbajë edhe afatin e dytë, i cili është planifikuar të zhvillohet me 29 gusht 2026. Për mbarvajtjen e maturës shtetërore, Ministri i Arsimit do t'i referohet udhëzimeve në fuqi, të cilat kërkojnë nga mësimdhënësit angazhim maksimal, objektivitet dhe zbatim të rrept të rregulloreve për të garantuar një proces të drejtë dhe transparent. Detyrimet kryesore, por mësimdhënësit që shërbejnë si administrator apo mbikëqyrës, përfshin identifikimin e maturantëve, ndalimin e telefonave, shpërndarjen e testeve, mbajtjen e proces verbalit si dhe ruajtjen e qetësisë.
Krahas testit të maturës shtetërore, paralelisht po bëhen përgatitjet edhe për testin e arritshmërisë për klasën e 9, i cili do të mbahet me 26 qershor 2026. Testi do të zhvillohet në disa lëndë mësimore në kohëzgjatje prej 150 minutash. Ndërkohë nga Ministria e Arsimit bëjnë të ditur se mbeten të përkushtuar që procesi i provimit të maturës të zhvillohet në mënyrë transparente dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. Banorët e fshatit Moglic, edhe përkundër ankesave të vazhdueshme, ata ende po përballen me mungesën e ndriçimit publik, kanalizimin dhe infrastrukturën e dobët rrugore. Prend Zefa, i banor i zonës, thotë se këto probleme dukshëm po ju vështirësojnë mënyrën e jetesës. Kjo pasi problematika tek kësaj natyre janë bazike. Banorët e fshatit Moglic po përballen me mungesë të kanalizimit, infrastrukturë të dëmtuar rrugore si dhe mungesë të ndriçimit publik. Për gjendjen në këtë fshat ka folur banori Prend Zefaj. Fshati jon, që kjo ana jon, nuk jena dy Moglica, në nishë dhe dyshi. Ka na nuk ka as ndriçim, s'ka as kanalizim, s'ka asfaltim, s'ka kur gjë se në marrë me neve, si komunës ose si shtet ose si dishka. Mes tjerash, Zefaj tha se pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve ndaj institucioneve përgjegjëse, deri më tani nuk ka pasur reagime konkrete. Për kanalizim kena bo, disa herë, edhe për rrim. Për diçka tjetër, jo, se me thonë, për ndrejtësime për së tjerët, jo. Cilat janë përgjigjet që i keni marrë? S'kena marrë përgjigje kur farët. A i foli gjithashtu edhe për vështirësitë me të cilat përballen banorët çdo ditë si pasojë mungesës së këtyre shërbimeve bazike. Pa kanalizim nuk jetohet. Tashti edhe për ndriçim, tash po shihet se s'kemë as ndriçim as kurrë. Për shtyllat elektrike nuk e di e keni vërejt ka une. Kështu i kam 20 orë i vend, i kam 10 shtylla elektrike në vend temin, në brend temin. Unë nuk di shush dhe ku më shku kështu. Thira jeme ashtë le të punojnë drejt mirë. Jo veç me përmtime, po me punë. Ka ardhë njëherë, kanë ardhë për këtë në zgjedhje, kanë ardhë për asfalt që kënena, ka ardhë edhe kryetari i Gjakovës. Si ka shku kryetari, ka shku me bagera, me ka shku mrabatina. O harru asfalti. Ta që shalën që të zgjedhje tjerë, bëndë e shka. Banorët e Moglicës kërkojnë reagim më të shpejt nga institucionet kompetente me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe lehtësimit të jetës së tyre të përditshme. Për dallim nga vitet e shkuara, këtë vit kalendarik dukshëm ka rënë prerja ilegale e drujnëve. Bilbil Xhuxha nga departamenti pyjeve në Gjakov thotë se ky fenomen është në rënje, por ende prezent. Prerja e pyjeve është një fenomen i cili përveç dëmtimit të natyrës shkakton edhe dëme shëndetësore. E si është situata në Gjakov, ka treguar përgjithësi i pylltarisë në Gjakov, Bilbil Xhuxha. Nuk kemi prerje ashtë mdoja që tash për shtash në zonën e Dyshkojës kem pas pak. Do me kem vazhdu me fleprasqitje, kem grejt fleprasqitje, kem qunë gjërkot, edhe nuk kem pas dishka tjetër të rrëhet tjera. Po, prafërsisht mujnë e kaluni kem pas 10 fleprasqitje, tash i kemi 7, edhe nuk ka dishka ma. Ngritim ato procedura e qojmë gjërkot, kështu që çdo gjë është ka shkon në rregull njëherë për momentin. E në rast se ndodh ky fenomen, Xhuxha tregoi për masat parandaluese. Edhe aty nëse ka na rojet janë në punë, janë në terren, çdo terren janë rojet. Çdo ku janë në punë, ku kanë troshën e problem, kemi komunikim me policinë. I falenderoj edhe ata, po na dorin në im. Më një herë për na vinë në im. Nuk kemë në të loshe tjetër të modhe, nuk ka prerje të mdoja. Në krahasim me të kaluarën, tani njerëzit po i shmangin gjithnjë më tepër ngrohjes me dru për shkak të kostës dhe mirëmbajtjes, duke zëvendësuar këtë metodë me energji elektrike, e cila përveç ngrohjes mundson edhe freskinë gjatë temperaturave të larta.
Kino Plus edhe këtë vit mbjell qindra lule për të zbukuruar parkun e qytetit, duke dhënë një shembull të mirë se si bizneset private mund të kontribuajnë në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike. Neglizhenca, ndotja e shkatrimi hapësirave publike janë fenomene që shihen gjithandej qytetit të Gjakovës. Në rastin më të mirë, hapësirat publike lihen anashe, në atë më të keq, në to ndërhyet më brutalitet, e përpastoj shkaktohen dëme të konsiderueshme. Tërësisht e kundërta ndodh në parkun e qytetit në afërsi të së cilit operon biznesi Kino Plus. Për vite më radhë, ky biznes privat me vetë iniciativë investon në gjelbrimin e kësaj hapësire. Lulet shumë ngjyrshe e bari i mirëmbajtur është njëra nga detyrat që është caktuar me vetë dëshirë nga menaxhmenti i Kino Plus. E për vite të tëra, çdo pranverë ky park mbushet me lule e mirëmbahet i gjithë gjelbrimi përreth. Ky kujdes që tashmë është kthyer në traditë, dëshmon se vullneti i mirë i secilit individ e biznes mund të lërgjurmë në hapësira të përbashkëta e mund të bëjë vendin gjithnjë më të mirë. Në bibliotekën e qytetit, gjatë të premtos është promovuar libri Kur nerva digjen, i autorit Bekim Çaushi, i cili sjell një rrëfim të ndjeshëm filozofik mbi dhembjen, dashurinë dhe transformimin shpirtëror. Personi vërtet mbetet i anonimizuar. Në mesin e familjarëve, miqve e adhuruesve të fjalës së shkruar, në hapësirat e bibliotekës Ibrahim Rugova, u promovua sot libri Kur nerva digjen, i autorit Bekim Çaushi. Libër ky që rrëfen për dashurinë dhe sëmundjen, tërheqjen dhe kthimin, përthyrjen dhe butësinë. Kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, profesor Rushdi Sefa, u shpreh se kjo vepër na vjen jo vetëm si rrëfim letrar, por edhe si ndjeshmëri njerëzore. Sot jemi mbledhur për ta promovuar romanin Kur nerva digjen të autorit Bekim Çaushi, një vepër që nuk vjen vetëm si rrëfim letrar, por edhe si dëshmi e ndjeshmërisë njerëzore, e lidhjes shpirtërore dhe e përgjegjësisë ndaj shoqërisë. Ku në adresën e shoqatës sonë erdhi kërkesa që promovimi i këtij romani të organizohet pikërisht nga ne, natyrshëm u zgjuan kurrështja dhe dëshira për ta njohur më afër autorin dhe veprën e tij. Redaktorja e librit, profesoresha Migena Arllati, në fjalën e saj tha se ngjarjen e librit e gjejmë të rrëfyer si rrugtim emocional e shpirtëror. Romani që kemi përpara është rrëfim i ndjeshëm dhe filozofik mbi dhimbjen, dashurinë, besimin dhe transformimin shpirtëror. Ai ndjek udhëtimin e Sebastianit, kryepersonazh, i cili përballet me humbje personale dhe pikëllim të thellë përmes një rrugëtimi emocional dhe shpirtëror që e sjell tek kuptimi i vërtetë i altruizmit dhe i besimit. Ky tekst prozaik i prozës së gjatë ndërthuret me kujtime, me dialogje të brendshme dhe përshkrime natyrore, duke krijuar një atmosferë meditative dhe poetike. Kjo atmosferë i lejon lexuesit të ndjejë çdo emocion mes faqeve. Për rrugtimin e autorit Çaushi, fjalën e saj e dha edhe familjarja e tij, pedagogja Delvina Abdylazeka. Bekim Çaushi vjen nga një rrugëtim i formsuar mes kujtesës së luftës, largimit nga vendlindja, krijimit të vetes në një vend të huaj. Ai nuk migroi thjesht për një jetë më të mirë, po migroi për mbijetesë. Atëherë në Gjermani ai përball jo vetëm me gjuhë dhe kulturë të re, por edhe me ndjenjen e heshtur të mospërkatësisë, atë ndjesi që njohin shumë njerëz që jetojnë mes dy botëve. Ndoshta pikërisht aty nisi arti i tij, në përpjekje për të gjetur një strehë shpirtërore mes vetmisë dhe kërkimit për kuptim. Për vite me radhë ai punoi në fusha terapeutike në spitale, në shtëpi të pleqshme, aty ku pa nga afër jo vetëm dhimbje njerëzore, por edhe forcën e heshtur që njeriu mban brenda vetes. Promovimi sot është dëshmia më e bukur se përpjekjet si mësues nuk shkojnë dëm, tha ish mësuesja e autorit, Nazmie Peja. Dëshmia më e bukur se përpjekjet tona si mësues nuk shkojnë kur dëm. Ta shohësh një ish nxënës të shkruaj librin e tij është një nga momentet më të thella dhe shpërblyese për një mësues. Për urimi
i një vepre të tillë është një fest e dijes dhe rritjes. Bekemi le të udhëheq gjithmonë pasioni dhe drita që të pasë në ditët e para. Fjala e fundit në promovim i takoi autorit Bekim Çaushi, i cili shprehu se ky roman është shkruar nga dhimbja e zemrës, duke rrëfyer përvojën personale. Këtë roman e kom shkru nga dhimbjes zemrës, që i komponu të ai shoki i smut në shtëpinë Pleqve, dhe nga vujtja i kom shkru fjalët shpresës për njerëzit, edhe që shtut romani u zhvillu kohës pak të kohë, vit nga viti, dhe kom dasht zemrën mi shprasën qëtë roman dhe njerëzve mi jap shpresë dhe do me thonje për punë etike të mdaja për vepru ma shumë veprat e mira. Ndërkaq në fund të promovimit, shoqata e intelektualëve Jakova ndau mirënjohje për autorin Bekim Çaushi për veprën e tij dhe për besimin ndaj shoqatës në organizimin e këtij aktiviteti. Një ndeshje miqësore u zhvillua gjatë kësaj jave në palestrën sportive mes veteranëve basketbollistë nga Lituania dhe Gjakova, si një mundësi e mirë për ta përcjellur një formë bashkëpunimi në këtë disiplinë sportive. Veteranët, dikur basketbollistë të njohur, dëshmuan edhe njëherë përgatitjet e tyre dhe dashurinë për sportin. Një aktivitet i veçantë sportiv në disiplinën e basketbollit është mbajtur sot në Gjakov, krahas lojës, solje dhe emocione e nostalgji për sportdashësit. Veteranët e basketbollit të Gjakovës zhvilluan një ndeshje miqësore me veteranët e basketbollit nga Lituania në një atmosferë miqësore dhe sportive. Basketbollisti veteran Hashim Raci tregoi më shumë detaje rreth kësaj loje. Ne si vllaznim veteranët kemi qenë dyrën Çeki, jemi taku me këta në Çeki, prandaj ka shpreh shumë dëshirë të madhe marr me na vizitu me pa Gjakovën, një të zhvillu edhe një ndeshje me ne këtu në Gjakov. Mes emocionesh, Raci foli edhe për ndjesinë e veçantë të ritakimit me basketbollistët nga Lituania. Ta e kemi njohur para këto kohë, ne e dimë çfarë temperamenti, çfarë kulturë kanë, dhe mundu që edhe na më u kthy ashtu sikur na kanë prit ata njëve atje. U jemi taku prapë veteranët e dikushëm moshës deri në 60 vjeçë, për mi edhe ato në emisionet më të mëdha që i kemi përjetuar. Ai kishte edhe një mesazh për gjeneratat e reja të klubit të basketbollit Vllaznimi, duke i inkurajuar të punojnë dhe të mos ndalen. Duhet me punu, veç me punë më rrit gjithçka. Kjo ngjarje sportive u përcoll me mbështetje të madhe nga sportdashësit gjakovar, duke dëshmuar edhe një herë se sportistët mbeten ambasadorët më të denj të një vendi. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.